Unë jam besën e Zotit, o njerëz. E dini ju që unë jam shumë, Zoti më dal. Ty. Pa thonë Zoti, edhe nesër me dalë Aroni vetë i zeti që aty. Nëse Zoti se ka thonë që mu me më gjetë gjan, Aroni zhduket për sekonda, ose duke ardhë Aroni me mraf mu i del një makinë pa hiri e shtyp Aronin. A kuptove, nuk, o njerëz, kur as Zoti me ty robi, nuk ka shanse me të bon sënë. Po dhe më thonë që se kanë nëllë gjanët janë ka dash Zoti me nëllë. Po, absolutisht po. Jo budalishe, se Zoti s'bën budalishe. Po në momentin që një njeri është me Zotin, edhe me dalti veti zeti, me armë, Aron, ata ka zëj një gjanë si ma ka zë gjyshi janë. Jo të fala gjyshe, të shala e shkën gjinë, një. Jo i shala, unë kom për t'i shku në gjinëre, po se di, shqip vetëm. Gjo, ne do më thonë që se për supozojmë, nesër rreheshti, supozojmë, këtë, që e Po Zotë. Zotin gjajer për maro më betin, mos më thuj Aron. Dhe është ta me thonë, Vullneti i Zotit, apo? ti, unë shpresën më të madhe kom të Zotin, nuk e kom të shokë të nërë, se s'kom shokë nërë. Unë jam besimtar, besaj në Zotërë. Zoti është aq i fuqishëm, sa ta shofin Aronin duke ardhur te unë, i shet makinën, vjen një idejën, e shtyp Aronin nërë. Edhe unë pështova. Tani pyetja jam është kjo. Nëse që e Zot, rrahesh nesër, e do të thotë që është vullnet i Zotit? Si? Që e Zot, për shembull, që e Zot, adin, e rrahesh nesër ti. E është vullnet i Zotit? Aran, unë jam besimtar, ti nuk je haber sa i madh është Zoti, edhe sa i fuqishëm është Zoti nësa je dënë me zemrën i Ka si besimtar. trapi, se na qave trapin ti ka hi pilani me pilani. Pashka se na qave trapin 10 herë të lexova, edhe që ka hi, zhën të nxeja ka pakun. Edhe një herë shok. Kështu i bjen qallon jam se arusha, bravo, mirë fola. A kupton? Vetëm një besimtar e din Aran që do të thonë fuqia e Zotit. O ti zotni, unë të bona pyetjen s'ma ke kthy përgjigjen. Po, Në qoftë se që e Zot, nesër rrahesh ti, do më thonë që është vullneti i Zotit? vullneti i Zotit. Po ha pra se kam fal tani, përgjigje mos e devija pyetjen, se ti kështu tha deri tash i ket lanë me menu, do më thonë duke u bazu të fjalë tua, tani na vjen kjo pyetje spontane. Po vjen. Prit se Zoti Qa ke ka për Zoti jo të shok, se ka pak me hile këtë, tash ja është asash vullneti ti. Po Zoti ka një ditë gjykimi orën. Tash ai nuk merret. Edhe njerë. Ka një ditë gjykimi ashtu. Me edhe njerë, pa Zot të fjalë si tha para se me të bëhen pyetjen, tani na këtë përgjigjen. Po rre sot është dënim nga Zoti se ke gabu, nështira, nëse gaboj. Atëherë u plotësov vullneti i Zotit. Po nëse gaboj, nëse zgaboj është problemi. Po ja lam dorë Zotit, an dorë Zotit ajo punë, mos u shqetëso më tash, pse po tutesh mos e ke. Okej, por ja. Ta bëj me be pra, si nëse don Zoti, me ndajti 24 orë, me 100 ushtar, me 100 automatik, nëse nuk e ka shkruar Zoti me më kap mu tjerën s'u më kap. Këtë ta dish. Pikërisht pra tani. Ja, e di pse, se gjithmonë Zoti bën surpriza. Okej, po nëse kapesh ti. A shkon te policia, me thon policisë më kanë rrahë, jo se ti nuk do të se i bjen me shku kundra vullnetit lumit Zot, sepse lumi Zot ka dashje ti të rrahesh, pra i bjen që ti je i pa fe. Absolutisht jarën. Unë momentin që delem rafti, Jo, në va, bajmë supozojmë, përgjithësi qa unë va, shumë ka mund. absolutisht unë ti s'do kesh probleme prej me, unë do ja lën Zotit ditën e gjykimit. Se ti je shumë i dobët katrun jaran, sa ti s'arrin me kuptu fuqinë e madhërishme të Zotit lart. Pra, ti thua rref jarushën edhe unë jam gango. Po ti e ki havoshin një ditë, kur shpirti të ndahet nga trupi, shpirti do shkoj para Zotit me emrin